Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Quhem Sara dhe jam 28 vjeçe. Për shumë kohë kam mbajtur një sekret që më ka bërë të ndihem e turpëruar, e hutuar dhe shpesh e vetmuar. Është një nga ato gjëra për të cilat njerëzit flasin rrallë, edhe pse ndoshta shumë gra e përjetojnë e heshtje. Unë kam përjetuar dhimbje gjatë intimitetit. Për shumë vite nuk e dija si ta shpjegoja këtë gjë. Madje nuk dija as kujt i tregoja. Në shoqërinë tonë flitet shumë për dashurinë, për lidhjen, për martesën, por shumë pak për vështirësitë reale që ndonjëherë ndodhin në trupin dhe emocionet e një gruaje. Kur isha më e re, mendoja se ndoshta ishte diçka normale. Dëgjoja shpesh njerëz që thoshnin se herët e para mund të jenë të sikletshme ose të vështira. Prandaj nuk i kushtova shumë rëndësi. Por me kalimin e kohës kuptova se për mua situata ishte ndryshe. Herën e parë që e vura re seriozisht këtë problem isha rreth 24 vjeçe. Ishte koha kur kisha hyrë në një lidhje serioze me një djalë që e doja shumë. Ai ishte i sjellshëm, i kujdesshëm dhe shumë i duruar me mua. Por sa herë që afrohej momenti i intimitetit, unë ndjeja një ankth të madh. Trupi im tensionohej, mendja ime mbushej me frikë. E dija që mund të më dhimbte shumë. Në fillim u përpoqja ta fsheh këtë gjë. Nuk doja ta bëja problem dhe nuk doja që ai të mendonte se nuk e dëshiroja apo nuk doja të veproja. Por çdo herë që përpiqeshim të ishim më afër, ndjeja një ndjesi shumë të pakëndshme dhe shpesh dhimbje. Kjo gjë filloi të më ndikojë shumë emocionalisht. Fillova të ndihem sikur kishte diçka që nuk shkonte me mua. Ndoshta trupi im ishte ndryshe nga të tjerët. Ndoshta unë isha shumë e tensionuar dhe e friksuar. Ndonjëherë rija vetëm dhe mendoja gjatë për këtë gjë. Pse po më ndodh? Pse për njerëzit e tjerë është kaq e thjeshtë? Sa më shumë që e mendoja, aq më shumë fillova të shmang momentet e afërsisë. Jo sepse nuk doja të isha pranë partnerit tim, por sepse frika nga dhimbja më bllokonte. Kjo situatë filloi të krijojë tension mes nesh. Ai ndonjëherë dukej i hutuar dhe nuk e kuptonte pse unë tërhiqesha. Një mbrëmje vendosa që nuk mund ta mbaja më këtë sekret vetëm për vete. Ishim ulur në divan dhe po shikonim një film. Unë isha shumë nervoze. Zemra më rihte fort sepse nuk e dija si do ta merrte ai. Më duhet të tregoj diçka, i thash. Ai menjëherë e kuptoi që diçka nuk shkonte. Çfarë ka? Mu desh pak kohë të gjeja fjalët e duhura. Pastaj shpjegova se shpesh ndjeja dhimbje dhe se kjo më bënte të ndihesha në siklet dhe në ankth. Për disa sekonda ai nuk foli. Unë mendova se ndoshta do të zemërohej ose do të mendonte se problemi ishte tek unë. Por reagimi i tij ishte shumë ndryshe nga sa unë kisha frikë. Ai më mori dorën dhe më tha me qetësi: "Duhet të flasim me një mjek. Nuk je vetëm në këtë." Ajo fjali më lehtësoi shumë. Për herë të parë nuk ndihesha e gjykuar. Disa javë më vonë mora guximin dhe shkova tek një ginekologe. Isha shumë nervoze gjatë vizitës. Më dukej sikur po flisja për diçka shumë personale dhe të turpshme. Por mjekja ishte shumë profesionale dhe e qetë. Ajo më shpjegoi se shumë gra përjetojnë situata të ngjashme për arsye të ndryshme. Ndonjëherë mund të jetë tension i pavullnetshëm i muskujve, ndonjëherë ankth ose frikë që e bën trupin të reagojë në mënyrë mbrojtëse. Kur e dëgjova këtë, ndjeva një lehtësim të madh. Për herë të parë kuptova se nuk isha e çuditshme. Nuk isha unë e vetmja, dhe mbi të gjitha ishte diçka që mund të trajtohej me kohë, durim dhe ndihmë profesionale. Që nga ajo kohë kam filluar të kuptoj më mirë trupin tim dhe të jem më e duruar me veten. Kam mësuar se ndonjëherë problemet fizike lidhen me emocionet, me stresin dhe me mënyrën si e përjetojmë ne afërsinë. Nuk është një proces që zgjidhet menjëherë.
por çdo hap i vogël përpara më ka bërë të ndihem më e fortë. Sot nuk kam më turp të flas për këtë. Kam kuptuar një gjë të rëndësishme. Shumë gra kalojnë në heshtje përvoja që i bëjnë të ndihen të vetmuara, por kur fillojmë të flasim për to, kuptojmë se nuk jemi vetëm. Dhe gjithashtu, ndonjëherë guximi për të thënë që kjo është ajo që unë po përjetoj, është hapi i parë drejt shërimit dhe kuptimit më të mirë të vetes.